Vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë e ndodhur me 27 i cili dyshohet se ka ndihmuar autorin e krimit të largohet me makinë. Hetimet kanë zbuluar se Mehmetaj kishte dhënë makinën e autorit dhe kishte ndërhyrë në ndryshimin e targave të saj për të fshehur identitetin e autorit. Sipas hetimeve, ky veprim ka ndodhur disa kohë më para se të kryej vrasja. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar momentin kur autori largohet nga vendi i krimit i qetë me një maskë dhe një kapele gjuetari, ndërsa mban në dorë një çantë të vogël ku dyshohet se ka fshehur armën e krimit. Autori i vrasjes ka qenë i maskuar me një maskë silikoni, duke mbuluar tërësisht fytyrën. Po ashtu dyshohet se ai ka vendosur edhe një maskë të zezë kirurgjikale si dhe kapele për të fshehur identitetin. Gjithashtu besohet se autori ka vendosur dhe një bark artificial, duke vështirësuar më tej identifikimin e tij. Pas kryerjes së vrasjes së 58 vjeçarit Hoxhaj, autori thuhet se është arratisur drejt Greqisë. Hetimet sugjerojnë se autori mund të ketë qenë një vrasës me pagesë për shkak të mënyrës profesionale si e kreu ekzekutimin, duke qelluar Hoxhajin me 2 plumba në kokë dhe 2 në trup. Ka dyshime se porosia për vrasjen mund të ketë ardhur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, një hipotezë që po shqyrtohet nga grupi hetimor. Policia ka intervistuar 5 persona duke përfshirë bashkëjetuesin e viktimës, e cila ka pohuar se Hoxhaj nuk ishte shprehur shqetësime për ndonjë konflikt të mundshëm para ngjarjes, por në ditët e fundit kishte qëndruar i heshtur, ndërkohë një dëshmitar ka treguar se kishte dëgjuar disa të shtëna, por kishte menduar se ishin fishek zjarre, pa dyshuar për ngjarjen e rënd. Hetimet janë ende në zhvillim dhe policia ka dyshime se mund të ketë persona të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje.